Letra e Apostollit Jakob, drejtim dhe përshëndetje, Jakob, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezus Krisht. Në 12 fisëve të shpërndarën në përbotë përshëndetje. Isprova dhe fundimet. Ta konsideroni një gëzim të madh të vëllezër të mi, ku ndodheni përpas provash nga më të ndryshme, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe që qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë pa asnjë tmerr. Por nëse ndonjëri nga ju i mungon ja, le të kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që vërshon i ngjan valës së detit, të cilën i ngre dhe e përplas erën. Dhe ky njeri të mos pandere se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. Dhe vëllai me i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij, dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkojë si lule bardhë. Në fakt, si lindi dielli me të nxehtën e tij, dhe e thau barin, dhe lulja e tij ra, dhe bukuria e pamjes së vet humbi. Kështu do të fisket edhe i pasuri në udhën e tij. Lum njeriu që ngulmon në sprovë, sepse kur del i provuar, do të marrë urorën e jetës, të cilën Zoti u aftoi atyre që e duan. Askush kur të ndohet të mos thotë, janë të nduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të ndohet nga e keqja, dhe ai vetë nuk të ndon asnjëri. Nëse ndokush nga ju mendon se është e darkë, edhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet. Feja e këtij është e kotër. Feja e pastër dhe e panjohur përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimin e tyre, dhe ta ruash veten të pastër nga bota. Falenderojmë Jezus Krishtin, vëllezër dhe motra, me fjalën e tij. Falenderojmë Zotin sepse është i gjallë në mesin tonë, vëllezër dhe motra. Është ai që na solli dhe sot në këtë ditë të gjithë së bashku për të lavdëruar emrin e tij, për të adhuruar emrin e tij, dhe është i plot fuqishëm dhe i kudo ndodhur Perëndia e ynë. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij sepse është i madh Perëndia e ynë, edhe vërtet neve jemi fëmijët e tij, jemi ata fëmijë që kemi vendosur të ndjekim Jezus Krishtin, vëllezër dhe motra. Nëpërmjet fjalës së Perëndisë Zoti na flet në shumë mënyra. Zoti na flet, vëllezër dhe motra, si të ecim në këtë botë, si të kërkojmë Zotin çdo ditë në jetën tonë, si të lëmë atë na udhëheq, si të na mësoj Zoti të falim njerëzit, vëllezërit, motrat, të afërmit tanë. Çdo njeri që del kundra nesh, vëllezër dhe motra, duhet të falim, sepse edhe vetë Zoti na mëson që nëse ne falim, ai do të na falë. Nëse ne do të duam, Zoti do të na dojë, vëllezër. Sepse ne mundohemi që të bëjmë fjalën e Perëndisë. Është fjala e Perëndisë, vëllezër dhe motra, që Zoti e do që ne ta bëjmë në jetën tonë. Edhe këtë fjalë që Perëndia, vëllezër dhe motra, na do, duhet të vijë në jetën tonë me dashuri. Le të kemi gëzim në zemrat tona, gëzim në jetën e përditshme, gëzim në sprovat ku ne kalojmë gjëra të ndryshme në jetën tonë, do të kemi gëzim, vëllezër dhe motra. Edhe ky gëzim jep të jetë gëzim i Zotit, një gëzim i madh. Në çdo kohë duhet të jetë besimtari që i përket Perëndisë së gjallë, vëllezër dhe motra, nuk duhet të dallohet nëse është në kohë të mirë të jetë i gëzuar, nëse është në kohë pikëllimi, në kohë sprove, në kohë lëndimi, atë gëzim ta ketë humbur. Gëzimi i Perëndisë duhet të jetë në zemrën e njeriu, në çdo kohë, sepse është gëzim që Perëndia dhuron, vëllezër dhe motra. Këtë gëzim nuk e blen me lekë, nuk e blen që e krijojmë vetiu neve, po është gëzimi i Perëndisë. Nëse ne jetojmë në dashurinë e Perëndisë, nëse ne jetojmë në fjalën e Zotit, nëse vjen fryma e Zotit dhe na mbush çdo ditë, vëllezër dhe motra, është një gëzim që nuk përshkruhet me fjalë, nuk përshkruhet me diçka tjetër. Dhe ta falenderojmë Zotin, vëllezër dhe motra, sepse jeta jonë
i përket Perëndisë gjallë. Edhe jeta jote dhe zë motra është ajo jetë që në tokë do kalojmë sprova, do kalojmë mundimet, do kalojmë vështirësi në jetën tona. Për çfarë? Sepse Lukica, apo si thamë edhe javën e parë, rruga e Zotit ngushtohet. Sa vjedhë ngushtohet. Të gjithë ju e kuptoni, të gjithë duket edhe në ditën e përditshme, edhe kur ngushtohet kjo Lukicë dhe motra për të takuar Perëndinë e gjallë, edhe trupi jonë bie. Edhe vështirësohet trupi jonë. Vështirësohet dhe motra sepse nëse ne jemi mësuar që të kalojmë një kohë shumë lirshëm, mos na mungojë as edhe një gjë, ti kemi të gjitha gati, kur ngushtohet Lukica, do provojë dhe gjërat e përditshme. Duam. Por aty duket vërtet nëse ne duam Perëndinë e gjallë. Kur kjo Lukicë ngushtohet, vërtet unë e thua Zotit, vërtet unë i kam dhënë zemrën time Perëndisë gjallë. Falenderoj Perëndimin, kështu thuhet në fjalën e Zotit, ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodhni përballë provash dhe në të ndryshme. Sepse besimtari vëllezër e motra, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. Nëse ne kalojmë një kohë pa sprova, pa mundime, ti kemi të gjitha shumë mirë, ndonjëherë ngrihet ajo krenaria për brenda. Ndonjëherë ngrihet ajo egoizmi brenda nesh. Ja unë, ja ta, ngrihet ajo njeriu i mëparshëm vëllezër dhe motra. Unë s'kam nevojë për Zotin, gjithçka tani që jam i ri, kam shëndetin të plotë, dua t'ja dal vetë, bëj mendimet e mia, arsyet e mia, sjelljet e mia, që unë kam planet e mia të jetës, nuk është kështu vëllezër dhe motra. Në gjithçka duhet të kërkojmë hirin e Zotit. Në gjithçka duhet të kërkojmë vullnetin e Perëndisë. Duhet të kërkojmë që Zoti të vijë edhe të na udhëheqë në jetën tonë. Duhet të kërkojmë që Zoti të vijë vëllezër dhe motra të na drejtojë zemrat tona vëllezër dhe motra. Kemi nevojë për çdo ditë fjalën e Perëndisë. Kemi nevojë çdo ditë për hirin e Zotit tonë vëllezër dhe motra. Dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur dhe ju të jeni të përsosur dhe të plot pas një tërmet. Që të vi Zoti, të vi hiri i Zotit dhe zemotra, edhe që të na mbaj fort Zoti, të qëndrueshëm në fjalën e tij, të qëndrueshëm në kishën e Perëndisë dhe zemotra. Kur janë tundimet, kur vijnë fortunat, kur vijnë dhimbjet e kësaj jetje, ne do të jemi përsëri me Perëndinë e gjallë, me vëllezër dhe motra. Duke mbajtur mend nëse tash javën e parë, nëse ne jemi të lodhur, të rënë shpirtërisht, nëse ne jemi në besim, mos kemi me besim, edhe vendosim që të rrim në shtëpinë tonë, është mirë që të mbledhim në kishë. Të vim këtu në kishë vëllezër dhe motra. Kështu që jemi. Zoti nuk mbledh në shtëpi që ti të shitërohesh, të pastrohesh, e pastaj të vish në kishë. Zoti të mbledh edhe të dosi stije. Vetëm ti merr vendimin, unë të marr vendimin të vinë në Zotin. Kur unë vinë në Zotin, Zoti këtu do të më pastroj, këtu do të më shitëroj vëllezër dhe motra. Këtu Zoti do të na, sepse na ka bërë një bashkësi të bashkë, të gjithë së bashku vëllezër dhe motra. Këtu të gjithë duhet të adhurojmë Perëndinë e gjallë, merr zemër, merr kulcim, vjen Zoti frymën e shenjtë ku derdh midis nesh vëllezër dhe motra, do të bjerë dhe mbi ty. Nëse ti ja hap zemrën Zotit. Edhe si shmerr zemra jonë, do t'i hap zemrën Zotit tonë. Edhe Perëndia vjen edhe të shitëron, të bën të qëndrueshëm vëllezër dhe motra, të bën më të fortë në provat që ti kalon, do të bëj Zoti më të fortë nëse i qëndron me të. Prandaj kërkojmë Zotin, që Zoti na forcojë vëllezër dhe motra. Mos i thoni sepse shumë herë në 2005 Zoti më dërgon, isha në Greqi dhe më tregon në ëndër që babai vdes, edhe i thënë një vllajt në kisha atje, thotë këtu, thashu, kam parë të ëndër, e luteshim që Zoti ta shpëtonte babain. Dhe në bas afërsisht një 10 ditë dhe 2 javë, kështu e ndodhi.
Ishtë ditë e djelë, më mirë që gjallë telefon, dhe më thotë më të bishë se zganë sot. Dhe nuk më thajnë, ka depo po e kuptoha sepse baba ishin smur. Edhe Zoti më tregovi në ëndër, që atje ku unë jetoja këtu në Shqipëri nuk ishte drita, ishte errësirë, edhe ka ligje majtas dhe djatas edhe njerëz që lëviznin me rroba të zeza. Në ëndër, kjo gjë. Dhe ndonjëherë më vinte mendimi sepse xhaxha ime është elektriciste dhe një telefonat, nëse ti ndodh mund i ka vdekur vllai, mund të kishin drita në atë zonë. Po mos do besh plani dhe mundet i Perëndis. Edhe kështu ndodhi, marr taksitë natën në udhtoj, vetë afërsisht ora 3 mëngjesit, 4 mëngjesit, dhe isha harruar në momentin. Isha edhe ku shpres nga taksia, Zoti vërtet më sjell në mendje atë çfarë ai më kishte treguar para se të ndodhte. Në Rostovec ku unë jetoja nuk ishte drita. Edhe ka ngjitur majtas e djathtas në shtëpi dhe njerëz që ngraqin në pjesën me rroba të zeza. Pse Zoti më tregovi të unë besoj që Perëndia në të sprovë, në këtë vështirësi që njeriu mund të kalojë, mbrojë zemrën. Sepse shumë lehtë mund të thosha Zot, pse lejove baba im më të hiqte nga kjo jetë. Mund të kisha kthyer policin Zot. Po më Zoti asnjëherë dhe se motra nuk do që njeriu të largohet nga Perëndia. Erdhi ora e Zotit për çdo njeri. E rëndësishme është njeriu të besojë Jezus Krishtin. Njeriu të bajë fort emrin e Jezus Krishtit në zemrën e tij. Shumë herë Zoti më forcoi vëllezër e motra. Në të gjë që u kalova, besoj që Zoti më mbajti, më ruajti, që mos largohesha, që ndihesh vërtet emri i Zotit në zemrën time dhe emri im i shkruar në librin e jetës. Sepse ne kemi në dorë. Nëse vështirësia vjen, nëse ndodh diçka e papritur, mos të themi që tu ndodha nga Zoti. Mos të themi që këtë gjë e lejoj Zotin, nuk e dim pse e lejoj Perëndia. Ne atë çfarë duhet i kërkojmë Zot më jep forcë. Që të qëndroj në rrugën tënde, që të qëndroj në fjalën tënde. Forcoj ti zemrën time, jetën time. Jep ti hir dhe forcë. Për të vështirësi Zoti që më ruaj dhe në shumë vështirësira të jetës vëllezër mëdha, që Zoti lejon. Është për të pastruar ne dhe çdo ditë që të pastruar të vetë si me Zotin dhe zemra. Si ajo unasa që është për Floridin, që të vetë Floridi duhet të kalojnë shumë zjarr, duhet të kalojnë shumë të përpunohet shumë e shumë herë që të dalin e pastër. Kështu edhe Zoti dhe zemra. Do të na çojë Zoti në shumë gjëra, do kalojnë shumë gjëra vështirësi në këtë botë. Po mos e rëndësishme është që jemi me Perëndinë e gjallë. Nuk jemi vetëm. Zoti është me ne dhe motra. Prandaj të mbajmë fort emrin e Zotit, të duam Perëndinë e gjallë dhe zemotra dhe të lëmë atë në jetën tonë të përditshme që na udhëheqin dhe zemotra deri në fund të jetës tonë. Sepse e kemi vazhduar një rrugë, po këtë rrugë dhe zemotra akoma se kemi përfunduar. Nuk përfundon, do përfundon i në rrëmbimin e kishës, i në rrëmbimin personal të çdo njeri nga ne. Çdo njeri mund të ketë një rrëmbim personal. Mund të largohemi nga kjo jetë dhe të bëjmë pra Zotin. Këtë dëshirojmë. Ndonjëherë kur jemi mirë me Perëndinë, themi në zemrën tonë Zot, na merr sot. Na merr sot, Zot. Ose ndonjëherë mendon njeriu, u shpëtuam, na shpëtoi Zoti, na marr jaftë. Pse duhet të rrim prapë, të vuajmë këtu në tokë? Mos Zoti ka planin e tij për çdo njeri nga ne. Le të kërkojmë Zotin, Zot, duam planin tënd. Duam që ti na udhëheqësh, duam që ti Perëndi vërtet na mbash fort në gratin tonë të dashurisë. Sepse ka një vepër të mirë Zoti për të bërë për çdo njeri nga ne. Ato vepër që ka Zoti dhe zemotra ti kërkojmë Perëndis, na i zbulojmë në zemrat tona. Një vepër që për të gjithë besoj është thirrje nga Perëndia është shpëtimi që ne morëm, dhuratë e morëm, dhuratë tu ta japim.
fjalën e Zotit që na dha, të fjalën e Zotit vëllezër motra duhet ta japim në të tjerë. Ky është thirrje për të gjithë. Nuk është vetëm për punëtorë, nuk është vetëm për burra, nuk është vetëm për gra, për të gjithë ata që besojnë emrin e Jezus Krishtit. Dëshmia që ti mund të bësh si Zoti të shpëtojë me pak fjalë të thjeshta, edhe me fjalën e Perëndis, i udhëhequr nga fjala e Zotit. Nuk do as teori, nuk do dituri, nuk do shkollë të lartë, mos do udhëheqje nga fryma e shenjtë. Si Zoti të shpëtojë? Me dy fjalë. Edhe nëse vërtet kjo është nga fjala e Zotit, nga fryma e Perëndis, fryma dhe pronë e Zotit. Sepse Zoti njeh çdo zemër që sjell para teje edhe anës teje. Falenderojmë Zotin dhe zë motra, ai është lumë njeriu që ulmon në provë, sepse kundeli i aprovuar do të marrë kulorën e jetës të cilën Zoti u aprtoi atyre që e duan. Luma i njeri që duron, që pret fjalën e Perëndis, që pret vullnetin e Zotit, që pret nuk ecën vetëm përpara tij me planet e tij, por kërkon planin e Perëndis. Në provë atje ku je ti, kërko Zotin. Zoti dua që ti të më udhëheqësh. Zoti dua që ti të jesh para meje, të më drejtosh, më japësh shpëtësimin të provë, më japësh mëshurinë tënde, Zot, shuarsinë tënde, Zot, që mos të flas goja ime përpara ose mendimet e mia para teje, por fryma jote e shenjtë më udhëheq të flas Zoti përpara neve, vëllezër e motra. Sepse kur ja lëm Zotit në dorë, ai ka një plan të mrekullueshëm për çdo gjë. Ose kur flasim edhe dalim ne përpara, vëllezër e motra, duke menduar që do bëjmë më të mirën, ka deri e keqja. Sepse jemi njerëz, dhe njerëz mëkatar, dhe njerëz që ndonjëherë e lëm Zotin brapa themi tani dalu. Falenderojmë Zotin vëllezër e motra. Është diçka që e do fort, ndonjëherë mendon se kur ja le Zotit mos e merr përsëri. Një motor në kish kërkon të Zotit, Zoti nuk më lirosh nga kjo gjë. Sepse shumë neve të njerëzit kemi gjëra në zemrat tona, edhe gjëra të vjetra që i mbajmë të fsheta, ose e duam shumë atë gjë, mund të japim 99% Zotit, edhe atë 1% ta kemi në zemrën tonë. E duam shumë. E mbajmë me vite atë gjë. Edhe i kërkojmë Zot, dua të më lirosh, dua ta marrësh edhe të gjë, sepse dua të jem fëmija ime shumë mirash. Edhe vjen Zoti në ëndër dhe ja merr atë gjë. Edhe e vërvit poshtë. Ajo, motra dire qysh qenë, pas sekond, pje poshtë e merr prapë. Zoti e merr, ja heq. Përsëri ndodhe njëjta gjë, e merr prapë. Kjo do të thotë që Zoti vjen dhe do të lirojë. Nëse ne vëllezër motra atë gjë e mbajmë fort në zemrën tonë dhe nuk duam të japim, Zoti do të lirojë. Lere Zoti të lirojë në jetën tënde. Nga mundimet e tua, nga gjërat e tua, nga gjërat e vjetra që ne mbajmë në zemrat tona, nga gjërat tradicionale që mund të bëhen që janë kundra planit dhe vullnetit të Perëndis. Le të na lirojë Zoti. Ka lënë Perëndis që të na lirojë 100% vëllezër motra, sepse atëherë do të na bekojë Zoti më shumë. Atëherë do vijë Zoti dhe do të vizitojë me prezencën e tij dhe me dashurinë e tij më shumë. Falenderojmë Perëndin e gjallë sepse na do. Ta falenderojmë Zotin vëllezër motra sepse ai është që na udhëheq edhe na jep forcë vëllezër motra. Disa vargje do lexojmë, do t'i lëm online. Isaia 45 te versi 2 thuhet: Unë do të hec para teje dhe do të sheshoj vendet e ngritura, do të bëj copë portat prej bronzit dhe do të thyej shufrat prej ekurit. Do të japë sarët e terit dhe pasuritë e fshehura në vende të fsheta, me qëllim që ti të njohësh që unë jam Zoti i Perëndia e Izraelit, do që të thërret me emër. Falenderoj Perëndin e gjallë. Zoti do të heci përpara nesh. Dhe ta lëm Zotin vëllezër motra, të heci përpara jetës tonë, para
këmbëve tona, mendjeve tona, që të na udhëheqë Perëndia i gjallë dhe zërë motra. Mos ecim ne përpara Perëndisë, sepse nuk vjen dot asnjë. Mos u mendo sepse je i zgjuar, ke mbaruar një shkollë të lartë, dy shkolla të larta, mund të jesh dikush në këtë botë këtu, dhe të lëm Zotin na udhëheqë në jetën tona dhe zërë motra. Edhe në çdo vështirësi, Zoti do të na bekojë, sepse kur na udhëheq ai, kur na bekojë ai dhe zërë motra, vjen dhe i shishon gjërat e Zotit. Dhe i rregullon Zoti gjërat gjithçka dhe zërë motra. Falenderoj Perëndinë e gjallë, Zoti na bekon shumë. Amin.